Policia rrugore e Korçës vijon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore të qarkut me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore. Prej ditësh, efektivët janë të pranishëm 24 orë në 7 ditë në akset urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur pajisje bashkëkohore të loguara dhe të paloguara që mundsojnë monitorimin e trafikut dhe evidentimin e shkeljeve që përbëjnë rrezik për jetën dhe qarkullimin. Gjatë 24 orëve të fundit, si rezultat i këtyre masave, janë ndëshkuar në mënyrë administrative 112 mjete për një sër shkeljesh të kodit rrugor konkretisht, 13 për parakalime të gabuara, 14 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 16 për mosvënie të ripit të sigurimit, 17 për parkime të gabuara, 7 për mosdhënie për parësi këmsorve, 3 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, 2 për shpejtësi mbi normat e lejuara dhe 40 shkelje të tjera të ndryshme të kodit rrugor. Policia rrugore e Korçës bën me dije se kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje në çdo segment rrugor duke përdorur të gjitha mjetet logjistike bashkëkohore për garantimin e një qarkullimi të sigurt dhe disiplinor. Në përfundim, policia apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parakalime të rrezikshme, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit dhe të mos ngasin makinën nën efektin e alkoolit në mënyrë që të mbrojnë jetën e tyre dhe të tjerëve.